se folim. Si çdo javë, edhe këtë javë kena me fol për aktualitetet e javës, mirë po kjo javë ka shumë e ngarkuar për shqiptarët. Nuk po din kam jamojt, nuk po dina me fol për grykën e Hormuzit, a me fol për sulmet e Amerikës ndaj Iranit, a me fol kontra për sulmet e Iranit ndaj Izraelit e Amerikës, a me fol për çmimin e naftës, a me fol për çështjen e presidentit, pasha zotin lakmimi o morra. Koncentronë di ka Allah qëka, nuk shkon kështë. Ja fol për Hormuzin, ja fol për naftën, ja fol për presidentin, ja elen kejt këtë punë s'fol për kur gjë. Shumë ma mire shikon që kjo e fundit. Sidomos ju banalistat që delni për natë na për emisione televizive. Po mas shumë të këtë javë u kon kryesorja misioni Artemis 2 i NASA-s, rreth Hanës. Janë publiku vazhdimisht pamje prej misionit Artemis 2, të cilat janë komentu në mënyrë të jashtëzakonshme në krejt botën. Pa tjetër që nuk mungojnë edhe shqiptarët këtë farë puna, po kuptan. E kena pas një koment të një djallit në faqe zyrtare të NASA-s, i cili ka marrë qindra lajka, një foto e NASA-s publikohet, edhe nuk duken yjet në hapësirë. Zotëria në fjalë, që për hir të korrekcisë nuk kemi nevojë me përmend emrin, ka bo një aludim se fotoja është e krijuar me inteligencë artificiale, sepse nuk duken yjet për rreth. Faqja zyrtare e NASA-s ka marrë mundin m'ia kthy komendin zotënies në fjalë, edhe ato jo koment të shkurt, po goxha gjatë edhe mirë të elaboruar, se qysh nuk është e mundshme, do me thonë me dok edhe yjet në foton e njëjtë. Do me thonë, kena mri deri në qatë pikë që na qohëm me lukt makiatos në gojë, pa e kryu asnjë punë gjatë ditës, pa na thonë puna marë kërkush gjatë 24 orëve, edhe prej kafës mahallës, dorën për maskrejes, scrollitëm me telefon poshtë për pjetë, hopa shohëm shkenca kam rri diçka, nuk bën kërqysh pa e kontestu filan fisteki prej filan mahallës, me lukt makiatos në gojë, më një bre, lene bre këtë punë. Po, NASA nuk din, jon pak budall, më thojsa, se unë ati zotënisë në fjallë, ja kësha këthy veç një koment. Ti po fola, bile isha munu me gjithë në i formë ja këthy shqip. Mi thonë ti po fola, që mërë shko zgedhe presidentën e mos na ljadhë pash zotin këto Artemis, jo po dokën, jo s'po dokën yjet. Leni palavrat, inshallah po zbrit çmimi naftës ma shpejt se dojnë me na marrë në qafë, inshallah po qelet gryka Hormuzit, e jo shkencëtarët e gjithdijshëm të secilës sferë dhe të secilës temë botërore, ju lutna ma pak, ma halal. Shihemi.